Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Konsumoni 10 kokra qershi para gjumit, do mrekulloheni me atë që i ndodh organizmit. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Vlerat shëndetësore që merrni nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A, vitaminën C, përfshin një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikueshmëri më të qartë veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjenden te frutat dhe perimet që kanë ngjyrën e kuqe, vjollcë ose ngjyrën e errët. Një ushqim i pasur me antioksidant ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjetur jehon për shkak edhe të çlirimit të dhimbjeve nga sëmundjet si artriti. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë pagjumsinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo fal natyrës së fortë antiinflamatore dhe vitaminës C dhe antioksidantëve të tyre. Qershit ndihmojnë me gjumin. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Një dietë e ngrohtë me qershi është një zgjidhje e jashtëzakonshme, e shijshme dhe friskuese. Zvendësoni ushqimet e darkës me këtë frutë dhe bëni një ndryshim thelbësor për shëndetin tuaj. Lehtëson dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasur me kalium që përçon impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut dhe hidratim, rrimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretjen, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrimin e pH-it. Në një gotë me qershi do të gjeni 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore për kalium. Ato luftojnë inflamacionin. Studimet kanë treguar se antioksidantët e qershive mund të pakisojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionet e shkaktuar nga osteoartriti. Forcojnë imunitetin. Si të gjitha frutat dhe perimet, qershit janë të pasur me doza të mëdha të antioksidantëve dhe përbërës që luftojnë virozat. Flavonoidet antioksidantët që gjenden te qershit luftojnë infeksionet në shumë nivele. Studimet kanë treguar se këto element kanë ndikime domethënëse në funksionet e sistemit tuaj imunitar dhe t'japin gjithashtu edhe një zgjidhje më të mirë të mundshme për trupin tuaj. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Vlerat shëndetësore që do të merrni nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A dhe C përfshin një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikim më të qartë. Dhe konsumi i këtyre produkteve vazhdimisht në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje mjaft e mirë edhe në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Qershit përmbajnë gjithçka që trupi jonë ka nevojë për të qenë më i shëndetshëm dhe vital. Janë të pasura me vitaminën A, C dhe E, me acid folik. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të tilla si kaliumi, hekuri, magnezi dhe fibra. Dhe në këtë video do të rendisim disa nga vetit më të mira superiore të tyre. Ato mbrojnë nga disa forma të radikaleve të lira, zvogëlojnë rrezikun nga infarkti dhe zemra. Qershit pengojnë oksidimin e kolesterolit të dëmshëm LDL, i cili dëmton enët e gjakut. Për të pasur zemër të shëndetshme, hani sa më shumë qershi në dietën tuaj. Duke ndikuar në zvogëlimin e arteriosklerozës, qershit ju sugjerojnë që të keni enët të shëndetshme të gjakut dhe të mbrojnë nga pikat në tru. Për një shikim më të mirë, hani qershi, meqense ato kanë ndikime pozitive në sy. Përmbajnë edhe element që zvogëlojnë pirjen e gjakut dhe prishjen e tij, duke zvogëluar kështu mundësinë nga tromboza. Për shkak të përqindjes së lartë të kaliumit, nxisin nxjerrjen e lëngjeve dhe ndikojnë në uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Qershit zvogëlojnë proceset inflamatore në organizëm, citon dhe star. Gjithashtu lehtësojnë vështirësinë e sëmundjeve inflamatore reumatike dhe gjithashtu janë në një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj kundër artritit. Qershit janë një burim i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave.
Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin në organizëm dhe problemet e presionit të ulët dhe të lartë të gjakut. Ato ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e durë për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antiocianina, sipas mjekëve, rritet me 50% në prodhimin e niveleve të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Ato ndihmojnë në sëmundjet e zemrës. Qershit e athta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Ato ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke i dhuruar trupit një shëndet më të fortë. Ato janë të mira kundër radikaleve të lira. Një dietë sa më e pasur me qershit mund të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet të dëmshme. Duke qenë të pasur me fibër, ato parandalojnë dhe promovojnë tretjen e mirë dhe ulin rrezikun e prekjes nga problemet e zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e athta, të cilat përmbajnë enzima, ndihmojnë në trupin që të rregullojë më lehtë gjithashtu edhe shqetësimet e radikaleve të lira. Qershit ndihmojnë të përmirësoni memorien. Janë një burim i mirë i antiocianinave që janë të shëndetshme të mira për memorien. Ky frut është i shijshëm dhe ndihmon trurin që të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë edhe memorien ndër vite. Konsumi një tasi me qershi në mbrëmje do të përmirësojë edhe cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, enzima që ndihmojnë në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni gjithashtu qershi të freskëta ose lëng të freskët të shtrydhur të tyre për të marrë vlerat më të shëndetshme për trupin. Gjithashtu ato kanë pak kalori, por janë të pasura me një sër vetish të tjera. Kanë efektet pastruese duke larguar toksinat dhe duke forcuar kapilarët dhe zemrën. Vetit e qershive janë të lidhura kryesisht në praninë e acideve organike dhe melatoninës, të cilat ndihmojnë në veshkat të eliminojnë acidin urik dhe toksinat. Kush ka probleme me hipertensionin, celulitin ose fryrjen e këmbëve, duhet të konsumojë rregullisht qershi. Madje, në lëngun e gjetheve të tyre mund të fusni edhe këmbët për 5 minuta. Qershit janë në gjendje të forcojnë në zemrën, të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, si dhe të mbajnë nën kontroll problemet tuaja të hipertensionit. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, duke i përfshirë të paktën 10 kokra qershie çdo ditë në dietën e përgjithshme, do të përmirësoni edhe gjumin. Nëse keni probleme me gjumin ose jeni duke marrë suplemente melatonine para gjumit, sepse vuani nga pagjumësia, duhet të përfshini patjetër qershit në dietën tuaj. Ato përmbajnë melatonin dhe për këtë arsye promovojnë natyrshëm gjumin e shëndetshëm dhe cilësor, citon The Economic Times. Ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Ulëntimet kanë treguar se qershit, në veçanti lëngjet e tyre dhe pijet të bëra prej tyre, kanë efekte të dobishme në uljen e kolesterolit LDL, i cili është kryesisht përgjegjës për rrezikun më të lartë të sulmit në zemër. Lëngu i qershive mund të jetë i dobishëm edhe për pastrimin e mëlçisë së yndyrshme, sepse do të ulët trigliceridet. Rregullon presionin e gjakut dhe parandalon diabetin. Qershit ndihmojnë në rregullimin e presionit sistolik dhe diastolik të gjakut dhe në këtë mënyrë stabilizojnë hipertensionin. Për shkak të aciditetit, qershit kanë një indeks të ulët glicemik që do të thotë se parandalojnë diabetin. Përveç kësaj, qershit janë një burim i shkëlqyer i karbohidrateve për ato që tashmë vuajnë nga diabeti tipi 2. Ato lehtësojnë simptomat e artritit dhe përdesit. Qershit kanë veti të mira antiinflamatore dhe lehtësojnë dhimbjet që janë gjithashtu të larta te personat me osteoporozë, sepse ofrojnë mbrojtje kundër konsumit të qelizave. Megjithatë, ajo është e rëndësishme se fruti lehtëson dhimbjet që shfaqen si pasojë e artritit dhe kapslëkut. Qershit janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në përmirësimin e humorit tuaj. Ndaj me patjetër duhet të jenë pjesë të recetave tuaja të përditshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.